Qeveria ka përcaktuar rregullat dhe procedurat për mbylljen dhe çregjistrimin përfundimtar të shoqërive tregtare me kapital shtetëror në likuidim, si dhe mekanizmat për trajtimin, administrimin dhe kalimin e të drejtave dhe detyrimeve të tyre. Ligji votuar në fletoren zyrtare zbatohet për shoqëritë tregtare me kapital shtetëror jo më pak se 51%, të cilat ndodhen në proces likuidimi në momentin e hyrjes në fuqi të tij. Ndërsa shoqëritë tregtare me kapital shtetëror që shpallen në proces likuidimi pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, vijojnë procedurat e likuidimit sipas ligjit të vitit 2008 për tregtarët dhe shoqëritë tregtare i ndryshuar. Sa i takon procedurës së mbylljes, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërive Tregtare me kapital shtetëror në likuidim vendos fillimin e procedurës së çregjistrimit sipas parashikimeve të ligjit. Të drejtat dhe detyrimet e shoqërive tregtare shtetërore në likuidim transferohen nga shoqëritë ekzistuese tek shoqëria tregtare shtetërore e krijuar në zbatim të këtij ligji. Pas përfundimit të transferimit të drejtave dhe detyrimeve, Asambleja e Përgjithshme merr vendimin për mbylljen përfundimtare të shoqërive tregtare shtetërore në likuidim, si dhe autorizon çregjistrimin e tyre në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Pas përfundimit të transferimit të drejtave dhe detyrimeve, shoqëritë tregtare me kapital shtetëror në likuidim çregjistrohen nga Qendra Kombëtare e Biznesit. Për qëllimet të çregjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit depozitohen vendimi i Asamblesë dhe pasqyrat financiare të mbylljes së shoqërisë në likuidim dhe më pas kryhet çregjistrimi. Sipas ligjit, paralelisht për administrimin, trajtimin dhe menaxhimin e aseteve të detyrimeve të mbartura, krijohet shoqëria tregtare shtetërore. Operatori i shoqërive shtetërore SHA, aksioneri i vetëm i shoqërisë është Ministria e Ekonomisë. Konkretisht, shoqëria do të bëjë administrimin e aseteve të transferuara, shitjen ose privatizimin e tyre sipas legjislacionit në fuqi, me qëllim shlyerjen e kreditorëve. Për shitjen apo privatizimin e aseteve që mund të kenë rëndësi strategjike apo mund të cënojnë sigurinë kombëtare, paraprakisht merret miratimi nga ministritë përgjegjëse. Shoqëria do të ketë si objekt veprimtarie, gjithashtu arkotimin e detyrimeve debitore, si dhe sistemimin në kontabilitet të detyrimeve debitore dhe kreditore të parashikuara ose të pakërkueshme. Shoqëria shtetërore pasuese krijohet me kohë zgjatje të përcaktuar deri në përfundimin e proceseve të administrimit dhe shitjes së aseteve, argëtimit të kërkesave dhe shlyerjes së detyrimeve të transferuara dhe më pas i nënshtrohet procedurës së likuidimit.